we don't flirt with other powers, line powers. Russia, China, Iran, what I call kind of the triangle of evil. But at the same time, we don't feel like this pro-European approach and the fact that we are 100% aligned with the European Common Foreign and Security Policy has been looked at or valued. Quite the opposite, it feels that it's taken for granted. 97% of the people of Kosovo are pro-European. Our reforms on economy, on rule of law, especially fighting crime and corruption, have been fundamental. But yet on our European integration path, we're stuck. And it seems like the merit-based process that the EU talks so much about, it's still something to come. I don't see it happening yet. But I do hope, as you said, that Germany will play that leading role in pushing for a merit-based process, because we're not asking for charity. We're not asking for a shortcut. But for respect and acceptance. Exactly, respect for the work that we do and acceptance for the reforms that we carry out. And if that is to be taken into account, Kosovo would become the front runner. But as the reality is right now, we don't even have our application looked at. We've applied in December 2022, and now we're almost in December 2025, and it's somewhere in the drawers of the European Union, but it's not moving forward. If Germany takes a leadership role, I think it can happen, as with every other good process that has happened so far. Derisa Edi Rama shkojnë Bruksel për mi hap kapitujt e funit negociatave për antarësimin e Shqipënisë në Bashkimin Evropian. Të funit, është hapi funit. Presidentja e Kosovës para 2-3 ditëve shkojnë Berlin edhe të ju shetit sokaqeve të kryeqytetit Gjermanisë, i kallëzoi keni gazetarit politikës se sa shumë ka punu Kosova këto 5 vjet. Ama Evropa poshtër, kurv, nuk po i çmën sa duhet ata që punojnë edhe ata që janë lojal ndaj vlerave evropiane. Puna është kështu. Nëse nuk kërset far lufte e tretë botnore, Shqipnia pritet mas largu në vitin 2030 me u bë antar me drejtat plota i Bashkimit Evropian. Deshti apo nuk deshti Sali Berisha, deshti apo nuk deshti Albin Kurti, deshten apo nuk deshten Dejona e Hysamedini. Besoni ose ju, qysh mëni me ni edhe në këtë video, qysh e thët me gojt vetën Vjosa Osmani, Kosova ka apliku për antarësim në Bashkimin Evropian në vitin 2022. Mirë po, aj aplikacion, vetë Vjosa thët, edhe matutje as nuk është shqyrtu, as nuk është qel. Aj aplikacion thët kjo vazhdon me qëndru në sirtar nga Bashkimi Evropian. Edhe pse thët kjo, Kosova ka punu shumë ma shumë se shtetet tjera. Çka thot Vjosa që tu ma rikujton një ngjarjet para një 25 vjetëve, kur një afërme ka pasar me nejtë të na, e ka pas qikën në fakultet edhe i thejke nonës teme, po i ardhzojnë qikën për i provimit në Prishtinë, se qika asaj po i mëson ma shumë se sa duhet. Qështu i kish pason profesori kësaj qikës. Në gjashëm edhe rasti i Kosovës, si pas Vjosës, nuk përna merë parasysh beja se i na ty punu ma shumë se sa duhet. Kena bo reforma shumë matë mëdhaja e shumë matë mira se sa që i ka lyp Bashkimi Evropian. Reformat tona, në drejtësinë, ekonomi, janë qash thelbësore, sa Bashkimi Evropian nuk pëmunët as me i kuptu ato. Paftërsisht, Vjosa provën me një farë propagande që Perëndimi e ka shkërdhy para 40 vjetëve. Ty kallëzu këty gazetarit qysh Kosova nuk po flirton me vene si Rusia, Irani e Kina, dhe me qysh po bën Serbia. Ama po thot Bashkimi Evropian nuk po i çmën këto gjeste tona kaq bujare, po i merr mirë qena. Nëse është qështu, nëse standardet e Bashkimit Evropian për pranim kokan që ka zhgle, atëherë aja vlen Kosova me hy në atë klub të shtetëv.
Pse dush me apliku dikun ku pas ka racizëm, hipokrizi, standardet 2 feshta e 3 feshta. Se cili zyrtar në Bashkimin Evropian, nëse e kish një qëto, kish me pyet Vjosushkën. Nëse kishit desht ju shqiptarët e Kosovës, a kishit mujt me flirtu me Rusin, Kinën edhe Iranin që shpëthu? Normalisht se s'kishe mujt. Ata nuk të flirtojnë me ty. Sepse janë të lidhuna me Serbinë. Qush mundesh me flirtu me Kinën e me Iranin e me Rusin? Këtë fore me Rusin e me Kinën, me një farë besushmerie mundet me jashit bejes ve Serbia. Se një me mundet me pas plan B. Kosova krejt që ka mundet me i thonë Bashkimit Evropian edhe mu do binë se është, okej, po shkojmë ka Turqia. Plani vetëm B i Kosovës në politikën e jashtme mundet me konë Turqia. Pra me u bona një farë modeli pjesës turke të Qiprës. Amo mos harroni. Qa që pa suksesshëm dhe jo jëshës është modeli pjesës turke të Qiprës, sa si vjet në atë pjesë në zgjedhje ka fitu një turk që është kundërshtari vasalitetit ndaj Turqisë edhe përkrasi një lloj federalizimi me pjesën greke Qiprës, e cila është pjesë e Bashkimit Evropian. Tek e funit, na dhe e kena provu modelin turk një 500 vjetë dhe kena vendos me dalë për ati modeli. Na që 1 vjet jena pa qeveri, që 2-3 vjet me sankcione evropiane, që 2-3 vjet me izolim amerikan. E kjo e moj ke kryt për pjetë në për rrugicat e Berlinit me një farë ngërdheshje të letë në ftyrë, të i kalzu një gazetari se çfarë veni i suksesshëm jena na, ama që, s'po i dojnë me njerëz të suksesshëm. Në këtë republik, ku çdo gjë po kolapson, ku ta shtuqujtërin kryministër, nuk ta takon mo kërkush në vend ti të punës, e takojnë në për kafiqa. E kjo po menon që po e rendikon për progresin masiv këtu, 1000 veta në RTK i kanë lënë parroga për shkak të mungesës bazës ligjore, ani pse që 5 vjet ju në konë pushteta dhe kanë mujt me zgjidh qatë problem. Tash po thojnë, opozita vallaj pas ka fajet për atë rruga. Mos të hinë probleme tjera që në bo dhe i qitu. Sponsorët vedove të mija janë Mobisim, ju që vinin Kosovë, tash për festat fund vitit, Mobisimi e ka një paket fantastike 10 euro 10 giga. Kur të vini veç e downloadoni, e merrni edhe ju funksionon. Nëse s'muni e keni Riga Farmi, një ka 100 pika në krejt Kosovën, farmacia ma e madhe në Republikën e Kosovës. Pini kafe pa vin, Jyski ka produktet më të mira, nëse dëni me ble në Isen, pa të në Shqipnia, në Kosovë, e keni Buzhala Estate.